Përveç meshit me salmonel dhe lulet shtryteve me pesticide, shqiptarët kanë konsumuar edhe qumësht me aflatoksin, një substancë rrezikshme dhe kancerogjene zbuluar në disa mostra të qumshtit të tregtuar për konsum. Në kontrollet e kryera në territorin e Vlorës, AKU ka zbuluar se produktet e kontaminuara i përkasin 2 prej markave më të njohura në vend, Lufra dhe Erzeni. Nga 26 mostra të marra nga janari deri në prill të këtij viti, 10 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe sipas specialistëve, 40% e qumshtit të kontrolluar ishte i kontaminuar mbi normat e sigurisë ushqimore. Aflatoksina është një toksinë e krijuar nga myku që rritet tek drithrat, misri dhe gruri. Kur lopët ushqehen me foragjiere të kontaminuara, aflatoksina sekretohet më pas të qumshtit që prodhojnë. Konsumi i qumshtit me aflatoksin ka pasoja të rënda për shëndetin e njerëzit. Sipas OBSH-s, aflatoksina është kancerogjene e grupit të parë, rrit rrezikun për probleme në mëlçi, njëkohësisht edhe të veshkave. Kjo substancë është e njohur për efektet e saj kancerogjene dhe gjenotoksike, veçanërisht rrezikshme për fëmijët dhe konsumatorët e rregullt të qumshtit. Sasia e kontaminuar është tërhequr menjëherë nga tregu në 2 pika shitjeje, ndërsa AKU po vijon kontrollin në terren për të gjurmuar origjinën e ndotjes dhe për të parandaluar shpërndarjen e mëtejshme të produktit. Ky zbulim ka shkaktuar shqetësim të madh te qytetarët pasi skandalet ushqimore sa vijnë dhe shtohen dhe institucionet përgjegjëse në vend që të marrin masa e të mbajnë përgjegjësi, heshtin dhe merren me fushatën e zgjedhjeve.